Në shtator, ka fundi i vitit 2019, kur u raportuan rastet e para në Wuhan, bile kemi qesh, po e them kushtimisht me emrin, me virusin, nuk e kemi diskutuar, as nuk e kemi marrë seriozisht fillimisht. Kemi qenë vetë na gazetarë që kemi raportu për zhvillimet që po ndodhin atje, po në asnjë mënyrë nuk e kemi menduar që kaq shpejt kam mbritë na në Evropë fillimisht e më pas edhe në Kosovë. Kur e kemi fillu, unë isha në Klan Kosova në atë kohë në punë, bashkë me Shkodranin me cilin kemi moderu plot emisione të tjera dhe kemi bashkëpunu për kohë të gjatë, e patëm fillu një speciale që ju kushtu ekskluzivisht pandemisë dhe zhvillimeve që lidheshin në fakt për hir të së vërtetës nuk ka pas gjana tjera në atë kohë, nuk ka ndodhur asnjë zhvillim sepse u mbyllën shkolla, u mbyllën institucionet, gjithçka lidhej me pandeminë. Edhe nëse nuk e gaboj datën, me 12 mars ka qenë rasti i parë i raportum, i verifikum prej IKSHPK-s që u lajmëru në Kosovë. Edhe ne me njëherë kemi nisë me 13 në ditën e nesërme, kemi fillu me atë speciale që niste transmitimin në orën 9 edhe zgjaste kryesisht deri në orën 11. Ka pas lidhje live me Lulzim Rakën, ka qenë atë kohë personi më i kërkuar prej mediave, i cili na informonte për situatën, gjendjen, si duhet të përmbahemi, rregullave që i vendosnin ministritë ose organet përgjegjëse në atë kohë, si po shkon situata, raportoni madje edhe çush është gjendja në vende tjera të Evropës. Ka pas numra në kohë reale të statistikave që vinin prej vendeve të ndryshme, sa janë të prekur me Covid, ka pas raportime të tmerrshme të cilat në shumicën e rasteve natyrisht që përkundër faktit që ti profan me qenë profesionist në redaksi edhe në punën tënde, por patjetër që kur flasim për tragjedi njerëzore ato të prekin edhe të ndikojnë emocionalisht edhe ty. Ka pas këso lloj informata që në Itali për shembull e mbaj mend, detyroheshin stafi mjekësor me i marrë në kujdes njerëzit e ri që prekeshin edhe të më shumit milion, qoftë edhe me pagesën, çmimin e madh të vdekjes tëne, se nuk kish vend, nuk kish hapësirë edhe në përgjithësi prandaj ka qenë periudhë e vështirë, e zorshme e raportimit. Atë kujtohet ndonjë rast që ka qenë më i vështirë për ty, domethënë kur e ke raportu gjatë periudhës së pandemisë? Ka pas plot situatat vështira, Vlera, vetë ideja e raportimit për një gjendje të mbylljes totale nuk është që ka qenë e lehtë. Sidomos kur e kemi parasysh faktin që shkollat u mbyllën, kontaktet me njerëzit e tjerë ishin të ndaluara rreptësisht. Unë isha në shtëpi gjithë ditën me fëmijët. Është paradoksale kjo pjesa, po e diskutojmë më vonë, që ka qenë edhe një prej periudhave në aspektin personal edhe të kalimit kohës me fëmijët.